أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Falëndërimi dhe lavdia i takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit të universit. Të gjitha lutjet, oratat, bekimet, salat dhe selamet qofshin mbi krijesën më fisnike që shkelin sipërfaqen e dhëut, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, bashkëshortët e tij dhe gjithë besimtarët të cilët ndjekin rrugën e tij. Dashur vëllezër, të nderuar motra, dashur bashkëdhëtar, kudo që gjendeni pranoni selamet tona. Qoftë ky muaj i bekuar i Ramazanit me plot mirësi, bereqeti për ju dhe për familjet tuaja, duke lutur të madhin Zot që lutjet tuaja, agjërimin tuaj dhe çdo gjë të cilën e bëni për hir të Zotit, Allahu të ka pranuar për ju dhe për nesh. Ajo për cilën sot do të flasim është një temë që mendoj që sadopak do të tërheqë vëmendjen tuaj, është reflektim nga jeta e brezit të parë, komponentet kryesore të atij ummeti, atij grupi fisnik burrash të denj, patriot të mëdhenj, të cilët shoqëruan profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin veçoritë kryesore që ata ishin dhe mbetën si margaritar dhe diamant të cilët do të reflektojnë deri në ditën e Kiametit për gjithë ummeti musliman, dhe do të qenë pikë reference që ne sa që lexojmë për historinë e tyre, sa që lexojmë për ngjarjet dhe ndodhjet e tyre, do të frymëzohemi për vazhduar edhe më tej rrugën. Padyshim që ishin një brez i shkëlqyeshëm, por nuk ishin melek. Ishin njerëz të cilët bënin vepra të mira, por ndonjëherë edhe gabonin, ka se kështu e përshuan Kurani fisnik, që Allahu Azza wa Jalla thotë: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakurullah", dhe kur të tillët bënin padrejti ose bënin mëkate e përkujtonin Zotin. "Wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah", e kush fal mëkate dhe gjunat përpas Allahut Azza wa Jall, "wa lam yusirru ala ma fa'alu", e nuk mburreshin e nuk i publikonin mëkatet e tyre për cilët ata i kanë bërë, "wa hum ya'lamun", duke i ditur se çfarë gabimesh. Shoqëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte një prej shoqërive që mban mend njerëzimin, një prej shoqërive më të ngritura, një shoqëri ideale ta quajmë plot kuptimin e fjalës. Ata u bashkuan në saje të fjalës, më të shenjtë fjalës la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dhe kjo fjalë kaq magjike, kaq interesante dhe shumë e rëndësishme, e cila i jepte porosi, ata e materializuan dhe kuptuan Islamin si sistem të vlerave. E mëshiruan në trupin e tyre, në shpirtin e tyre, në gjegjen e tyre këtë fjalë dhe porositë të cilat dilin nga kjo fjalë. Padyshim që qelsi i zemrave të tyre që bëri që ata të bashkohen për profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte adhurimi i Allahut Azza wa Jall dhe ndjekja në mënyrë të përpikt e sunetit apo praktikës pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Padyshim që kur adhurimi i Zotit depërton në mendjen e njeriut, në qenien e njeriut, në qelizat e njeriut, njeriu shndrohet në një qenie krisisht tjetër. Njeriu është një qenie dimensionale përbërë nga materia dhe përbërë nga shpirti, ashtu sikur se trupi i njeriut ka nevojë të ushqehet, po ashtu edhe shpirti i njeriut ka nevojë të ushqehet. Ushqimi më i mirë i shpirtit është adhurimi i Zotit, është njohja e Zotit, është bindja ndaj Zotit, është njohja e Zotit si krijues absolut, i cili kontrollon çdo gjë në univers, i cili menaxhon universin, i cili është gjallë në univers, i cili është aktiv në univers, i cili ndërhyn përmes profetëve përgjatë historisë duke dërguar mesazhe, tekste, udhëzime, frymëzime të gjithë profetëve të cilët kanë qenë që nga Ademi alayhi salatu wasalam deri tek profeti i fundit, duke përmbyllur këtë mesazh për njerëzimin përmes librit dhe fjalës atij të fundit të përjetshme deri në ditën e Kiametit, Kuranit fisnik, duke përmbyllur përmes vullës së profetëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një muaj të veçantë, sikurse ishte muaji Ramazan, në një natë të veçantë, sikurse ishte nata e Kadrit, në një kohë shumë të shehtë, në kohën e Hira, nga meleku më fisnik, sikurse ishte Xhibril alayhi salatu wasalam. Të gjitha këto komponente bëjnë shumë të rëndësishme që të kuptohet thelbi i kësaj temës. Dhe këta njerëz të cilët ishin shok, ishin miq, ishin rritur me profetin alayhi salatu wasalam, shumica prej tyre e dinin që ai më herët nuk ishte fol për këto tema. Deri në moshën 40 vjeçare asnjëherë nuk ishte fol për Zotin, për vlerat, për moralin, për besimin. Dhe pas 40 viteve ai kupton që ka frymëzuar Zoti. Dhe ajo cila i qeli zemrat e tyre, ajo që i bëri që zemrat e tyre
të jenë afër profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë padyshim adhurimi i një mend i Zotit me plot kuptimin e fjalës dhe ndjekje e përpikt e trashëgimisë kulturore, e sunetit pejgamberit, suneti në të aspektin gojor, suneti aspektin praktik dhe suneti në aspektin konfirmativ, të gjitha këto tre llojet përbëj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim në thotë veçoria kryesore e atij grupi kaq të rëndësishëm ishin se ishin serioz në qasjen e tyre ndaj Kuranit dhe ndaj praktikës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur them ishin serioz, kuptonin gjërat me seriozitetin më të madh. Momente që ndëgjonin që ka ardhur një urdhër nga Zoti, ata ishin të parë të cilët e aplikonin atë urdhër. Dhe kjo është dokumentuar në shumë forma, sidomos për shembull në çështjen e ndalimit të pijeve dese kur zbret alkooli në mënyrë definitive, i cili e ndalon, ajeti i cili ndalon alkoolin në mënyrë definitive, thuhet që të gjitha burrat të cilët kanë qenë do të janë derë me verë nëpër rrugët e Medinës dhe muslimanët kanë praktikosur, ose kur ka një normë e cila ka dhënë një urdhër muslimanët dhe ky brez i njerëzve do të nuk kanë hezituar, kanë qenë do të shumë serioz në zbatimin e këtyre normave dhe standardeve të Islamit. Për këtë arsye, ne do të lexojmë historia e Islamit, rrafime të shumta të halifëve të drejtë, të ndodhive të muslimanëve, ngjarje të cilat pak a shumë janë shembuj të cilët sot edhe vështirë që mund të hasen në shoqërinë njerëzore. Për shembull, ne kemi rastin e Omerit radhiyallahu anhu, halifit të drejtë të muslimanëve, i cili si halifi i muslimanëve në librat e historisë shënohet që një ditë prej ditëve doli në rrugët e Medinës dhe e pa një grua plak e cila kishte dhezur një zjarm dhe në atë zjarm kishte venduar një kazan, dhe në atë kazan nuk kishte venduar asgjë përpos disa gurve, thuhet disa gur kanë qenë të cilët i ka sjell, ndërkaq që para saj kanë qenë fëmijët e saj të vegjël, të vobek, të pangopur, të pa ushqyer mirë. Dhe në thotë Omeri këtu në këtë rast radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, fillon të çaj kur e shef këtë gjendje një si halifi i muslimanëve, përpos që kishte obligime ndaj të gjitha atyre provincave të cilët ai sodonte një territor koqa bukur i madh. Po megjithatë ai gjenti kohë që dal edhe në rrugët e Medinës, do të shoh edhe nga larg situatën e banorëve, të shoh në skajet e Medinës njerëzit me çfarë ballafaqon. Në ky rast do thotë është rast të cilin rrallë e gjejmë për shembull sot të liderëve to, megjithëse sot bota është ndryshe organizuar, por një lider i një shteti aq të madh, do thotë i cili kishte arritur të shtrihet për një kohë relativisht të shkurtë, të gjesh për shembull një shembull të Hazrit Omerit i cili shkon pastaj në depon e qytetit të Medinës e ngarkon një thes me gruan, e çon asaj gruas që përgatit ushqimin, është një rast shumë unikat i cili transmetohet dhe ky rast në thot padyshim që tërheqë vëmendjen tonë, provokon të shohim se çfarë bëri që ky njeri të bëjë këto vepra dhe të jetë kaq modest, njeri me aq pushtet të madh për të jetë shumë modest. Padyshim që zemra e tij ka qenë e pushtuar nga besimi dhe dashuria nga Zoti Allahu Azza wa Jall. Po ashtu transmetohet një rast kur një prej ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pjesëmarrës një prej bedeve kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon të ndan plaçin e luftës, thot ma ala hadha bai'atuka ya Rasulullah, thot për këtë thot nuk kam dhënë besën o i dërguar Allah, thot nuk kam marrë të luftoj që marr pjesë nga plaçka e luftës. Thot e ka kthyer Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë ka qenë ai serioziteti që ata kanë kuptuar normat dhe standardet e Islamit dhe kanë kuptuar me seriozitet kanë aplikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe rrafimit janë të shumta, do të thotë prandaj ne uftojmë që ju t'i referoni literaturës islame, të konsumoni nga ajo dhe çifni se sa shembuj të begatshëm në këtë drejtim. Çështja e dytë e cila e ka karakterizuar shoqërinë e parë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe çështja e dashurisë për hir të Allahut azza wa jall. Nuk mbahet mend në historinë njerëzore që të bërë një bashkim i dy fiseve, dy popujve të quaj, popullit të Medinës, muhaxhirëve të cilët njihen si emigrant dhe popullit të Medinës ansara si ndihmuesit të cilët e dhanë besën e tyre që do ta përkrahin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bashkimi të cilin e bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një prej bashkimeve më unikate në historinë e njerëzimit, po historisë moderne. Nuk mbahet mend kjo. Njerëzit do thotë kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëri bashkimin e tyre, kur bëri vëllëzërimin e tyre, praktikisht ai i urdhroi që edhe pasurinë e tyre, edhe pronën e tyre, edhe shtëpitë e tyre, edhe mallin e tyre, edhe tokat e tyre, edhe bagtitë të cilat i kishin ansarët e Medinës i ndanë për gjysmë dhe i strehuan emigrantët apo muhaxhirët nga Mekka, një vëllazëri e papar në historinë
e civilizimit njerëzor edhe për kohën e sotit. Është interesant rast. Dhe ky vëllazërim ishte në saje të asaj që quhet el-hubbu fillah, dashuria vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Dhe kjo filloi me disa njerëz të pakt, të cilët ndoshta ishin të vobek të varfër, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por që marrin një formë jashtëzakonisht të rëndësishme. Dhe këtu janë disa shembuj të cilët transmetohen nga shërtori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Theuban, me cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve kishte dalë në varrezat e Medinës dhe Muhamedi alayhi salam lutej për banorët e Medinës, për ata të cilët kishin ndruar jetë, besimtarë musliman, dhe ishin transferuar në botën tjetër, duke menduar në këtë drejtim. Në mes të asaj hadithit, Theuban fillon edhe t'i lotojnë sy, thotë, pse po qanë, thotë, ja Theuban, Theuban, pse qanë, thotë, po mendoj, thotë, ja Rasulullah, thotë se botën tjetër, thotë, ti do qesh në gradha më të larta të xhenetit, dhe unë do qem dikun tjetër, ndoshta nuk do të mund të takohemi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë i përgjigjet në mënyrë më të mirë se ata të cilët i bindin Allahut, ata të cilët i bindin pejgamberit alayhi salam, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Thotë ata të cilët i bindin Allahut azza wa jall, i bindin të dërguarit të Zotit, të këta njerëz do të jenë në shoqëri të përhershme me pejgamberin e Zotit, me njerëz të sinqertë, me dëshmorët, me njerëz të mirë, thotë, kjo është wa hasuna ulaika rafiqa. Dhe kjo është shoqëria më e mirë, një shoqëri e cila një mend në thotë sa herë që janë larguar nga profeti sallallahu alaihi wasallam, nga mezhliset e tij janë mërzitur, sa herë që janë ofruar e kanë shikuar në thotë me shumë dashamirësi. Dhe kjo ka bërë që këta njerëz të duhen mes veti aq fort e kanë qenë të pasyshëm, sepse e kanë bërë vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmetohet nga goja e tij, në cilën thonë seb'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, 7 grupe njerëzish do të qenë në hijen e Allahut azza wa jall ditën kur nuk do të ketë jetë pas hijes së fronit. Sati një për atyre grupe thotë wa rajulani tahaba fillah, dhe dy njerëz të cilët duhen për hir të Allahut azza wa jall, Zoti do t'i ndrojë këta njerëz në podiume të veçanta me një status të veçantë, njerëzit të cilët duhen vetëm për hatër të Zotit dhe vetëm në emër të Zotit dhe jo për interese të përkohshme të kësaj bote, sepse çdo një dashuri e cila ngritet mbi interese afatshkurte, mbi interese materiale është e dështuar, është e pavlerë, është diçka e cila nuk sjell dobi as njerëzisë, sepse ajo shumë lehtë vret, por ajo e cila është shoqëri në emër të Zotit, ajo ka jetë gjatësi. Për hir të kësaj, Zoti i shpërblen këta dy njerëz, do t'i shpërblej duke i dhënë shpërblimin në mënyrë të veçantë. Po ashtu ajo e cila e bëri këtë gjenerat që të jetë gjenerat e suksesshme, ishte realizimi i drejtësisë hyjnore në tokë me plot kuptimin e fjalës. Do të thotë, përpas që duheshin në emër të Zotit, përpas që ishin serioz në kapjen pas librit të Zotit, duke ndjek me përpikmëri sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata ishin të përpikë në realizimin e drejtësisë hyjnore në tokë, realitetet të cilët ata jetonin. Dhe këto janë parime universale të besimit islam, që na thonë Islami që jemi të drejtë e sinqert pavarësisht ku ndodhemi e ku jemi dhe me kënd kemi të bëjmë. Të drejtësia hyjnore është e rëndësishme që zbatohet në gjitha rrethanat, edhe pavarësisht bindjeve të njerëzve, përkatësisë të tyre etnike apo religjioze, nga që Islami është drejtësi dhe fton çdo në drejtësi. Kjo mbas mirë shihet në shembuj praktik nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është një hadith i cili transmetohet se kur pranë profetit alayhi sallam shokët e tij kalonte një kufom dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ngritet në kam në shenjë respekti për kufom, ashabat e tij thonë ja Rasulullah, thonë kjo është kufom e njeriu që i përket një besimi që të një hebreu, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot awalaysat nafsa, thot edhe ky thot a nuk është njeri, a nuk është qenie njerëzore. Kjo është një vlerë sublime e Islamit. Nga trashëgimia islame transmetohet një ngjarje shumë e rëndësishme, që vështirë që mund ndodhë në këto realitete bashkëkohore të realizimit të drejtësisë në kësi përmasa globale të quaj. Amr ibn Asi ka qenë në kohën e khalifit të muslimanëve Omar ibn Khattabit. Amr ibn Asi ishte emëruar si guvernatori i Egjiptit, sundimtari i Egjiptit, ka që në kohën e tij është liruar Egjipti. Dhe garat të cilat ishin organizuar atë botë gara në vrapim, pjesëmarrës në këto gara, mesin e tyre ka qenë edhe djali i Amr ibn Asit. Por që djali i guvernatorit të Egjiptit në këtë rast garën, dhe në shenjë nervozizmi si njeri i fut një shupllak, një garusi tjetër i cili ishte një besimi tjetër në thotë
po një etnia tjetër që ishte një prej koptazëve, thot banorëve autokton të Egjiptit që njihen me termin koptaz. Dhe ky e ngren thot një shqetësim deri në Medinë. Ky koptaz i kërkon hakun e tij për shkak të asaj shuplakës. Ngrej ka shqetësim në Medinë, udhton nga Egjipti në Medinë për të bërë një padi civile në këtë rast, sepse është marrë një drejt, është ofenduar dinjiteti i tij. Hazreti Omeri radhiyallahu anhu sipas një historike i shkruan letër guvernatorit të Egjiptit që ai edhe djali i tij të vinë në Medinë për dëshmuar ngjarjen dhe për treguar se çfarë realisht ka ndodhur. Pasi që tregohet ngjarja si ka ndodhur, Amr ibn Asi shprehet thot unë që jam sundimtari i Egjiptit, dhe ka Hazreti Omeri e thot një fjalë thot ja Amr thot meta ista'batumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum harara. Thot Amr thot prej kur thot ju thot i robruat njerëzit kur nënat e tyre i kanë lindur të lira, edhe urdhëron këtë koptasin që të marrë hakun e tij ndaj djalit të guvernatorit të Egjiptit, dhe realisht kjo do thot ka ndodhur në këtë mënyrë. Këto janë shanime historike të cilat flasin se deri ku ka shku, sa lart, në çfarë instanca njeriu ka pas të drejtë të kërkojë të drejtën e tij legjitime për të zbatuar drejtësinë hyjnore. Të kanë qenë këto komponente kryesore që kanë bërë do të ketë umet kaq madhështor. Po ashtu një prej tyre komponenteve të rastishme veçorie që mund ta quajmë që ka bërë atë grup aq madhështor të përjetshëm në historinë e qytetërimit islam, janë edhe vlerat morale të cilat kanë dalë nga fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Është një thënie shumë e bukur e cila transmetohet nga khalifi muslimanëve Abu Bakr radhiyallahu anhu, i cili sapo merr obligimin pas transferimit në ahiret të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas shpërngulës së tij në ahiret, fjalët e para të cilat i thot Ebu Bekri si lideri i muslimanëve, si udhëheqi i muslimanëve, thot inni eyyuhan nas, thot o ju njerëz, inni wallitu aleikum wa lastu bi khayrikum, o ju njerëz, thot ju më keni ngarkuar me një obligim, ndonë se nuk jam më i miri në mesin tuaj, thot. Dhe nëse jam thot në rrugë të hajrit, e rrugë të mbarë, thot më ndihmoni. Dhe nëse jam në rrugë të gabuar, thot më korrigjoni. Ky ishte Ebu Bekri. Dhe si Ebu Bekri kështu ka vepruar edhe Omeri, edhe Uthmani, edhe Aliu dhe shumë të tjerë prej ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë qenë në saje të detyrës së përgjegjësive. Këtu kanë qenë ato komponente, këtu ka edhe shumë komponente tjera, por to ishin më të rëndësishmet, të cilët e kanë bërë që ky umet, ky grup i mrekullueshëm i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mbeten përjetësisht në historinë e Islamit. Dhe nëse atë që lexojmë për rrëfimet e tyre, për storjet e tyre, ne do të mbushim, do të frymëzohemi, por duhet të jenë si referenca çdo herë ko pas kohë që ne t'i kthehemi atyre, të marrim mesazhe, të marrim mësime për të parë se cili është çelësi i suksesit në jetën e tyre. Ne sot ballafaqohemi me sfida të shumta, ne sot po shtohemi nga dhe bombardohemi nga reklame të ndryshme, nga shunde të ndryshme kulturore, nga ata intervista të ndryshme. Thjesht do të njeriu ka filluar të zhbëhet, të dalë nga vetveqja, të largohet nga qenja ajo që quhet njeri, por ka gjëra për cilat ne mund të i rikthehemi, për qëndruar stoik, për qëndruar të fortë, për qenë në shërbim të mirës, për qenë në shërbim të Zotit, të dijes, ajo e cila na sjell lumturi. Dhe padyshim, ajo e cila na sjell lumturi nuk janë reklamat, ajo e cila na sjell lumturi nuk ka shumë pasuria, po ajo e cila sjell lumturi është kënaqësia shpirtërore. Është qendër i lumtur me vetveten, qendër i lumtur me familjen, me fëmijët, shëndeti dhe kënaqësia me Zotin. Dhe kjo sjellet vetëm se duke ju ofruar sa më afër Zotit. Dhe këtë në fund ju përshëndesim dhe ju urojmë agjërim të këndshëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.